Jam autore e 4 librave dhe kam fillu me shkrime që nga mosha 15 vjeçare. Ne besoj që të gjithë e kemi pas fatin e njëjtë që në bankat e shkollës me qenë gjithë në bankat e fundit. Ose jemi vetë, nëse ka ndonjë pjesëtar tjetër të komuniteteve pakic, na ulim bashkë me të. A mundesh më na tregu se kush është Mejremi Goliqi? Unë jam Mejremi Goliqi, kam 22 vjet. Para një muaji kam përfunduar studimet bachelor në psikologji në Universitetin e Prishtinës, kurse para një viti i kam përfunduar studimet e gazetarisë dhe komunikimit masiv në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përgatësisht në Universitetin e Arizonës. Jam autore e 4 librave dhe kam filluar me shkrime që nga mosha 15 vjeçare. Jam fituese e disa çmimeve dhe 10 mirënjohjeve, kurse tash jam kandidate për asambleiste në komunën e Lipjanit. Qysh e menonte fëmijën tonë? Okej. Fëmijërien time kur e kujtoj më së shumti i mendoj gjërat e shkollës, sepse koha më e madhe pjesës së fëmijërisë e kalon njeri në shkollë. Dhe si një person i një komuniteti pakic edhe që vrehet edhe që e din rrethi, ne besoj që të gjithë e kemi pas fatin e njëjtë që në bankat e shkollës me qenë gjithë në bankat e fundit. Për arsye se ashtu kanë vendosur mësuesit. Kështu që në fëmijërinë time më shumë mendoj duke qenë e fundit për arsye të jo të arsyeshme. Dhe në klasën e 5 e kom pas rastin me shku në Gjermani dhe kemi jetu atje për 2 vite. Atje ka qenë një sistem krejt ndryshe ku domethënë kur u kthym prap pas 2 viteve, unë ndjeva shumë keq shkaku që sistemi i Gjermanisë atje i arsimit me Kosovës ndryshonte totalisht. Nga mosdallimi fare atje u ktheva prap në Kosovë, ku prap isha në bankat e fundit. Dhe isha prap një vit më mbrapa, sepse nuk e pam të arsyeshme që kam qëndruar atje 2 vite, nuk njeh arsimi i Gjermanisë dhe në vend se me u kthy në klasën e 7, prap u ktheva në klasën e 6. Kështu që kjo nuk ka pas fort rëndësi, sepse unë do isha vetëm me e vazhdu shkollimin, mirë po ka pas rëndësi dhe motiv të keq arsyeja që unë kam qenë në bankat e fundit të shkollës. Kështu që gjithçka me jetën time fillon nga bankat e fundit të shkollës, ku edhe gjithë ky bagazh vjen nga ky shkak. Ku e ke marrë motivimin për me studiu, me shkollu, të pas parasysh që komunitetet jo shumic bollizohen, diskriminohen, edhe kush ka qenë motivi? Unë kur kam qëndru 2 vite në Gjermani dhe jam kthy pas 2 viteve, kam harru edhe me fol shqip. Me fol, ndoshta kom fol, mirë po me shkru edhe me lexu kam harru. Kështu që nga bankat e fundit shkollës, klasës, duke mos u përfshi askush në shoqërinë me mu, ka ardhur një mësimdhënëse në atë shkollë e re, e cila më herët s'ka qenë dhe kur më ka pa në fund, nuk e ka pa të arsyeshme mu me m'la në fund dhe më ka thirrë në bankat e para. Domethënë ajo u bë shkak që në çdo orë që kam pas me të, u dash me qenë bankën e parë dhe mos me qëndru e utuar ose tu i shiku perdet, mirë po me u aktivizu në klasë. Kështu që unë vetëm për shkak të saj, për shkak të fjalëve të saj, kam filluar me mësu vetëm në lëndën e saj, duke mos ditë ende me fol edhe me shkru me lexu mirë shqip, sepse si fëmijë 10 vjeçar nëse shkon në një shtet tjetër për 2 vjet edhe e përdor vetëm atë gjuhë, normalisht që i harron të gjitha. Por unë du mundu vetëm për fjalët e saj, unë lëndën e saj e mora notën më të mirë të mundshme. Kështu që kur pash që muj me qenë si nxënësit e tjerë, vetëm nëse du me punu në atë mënyrë, unë fillova me u aktivizu edhe në lëndet e tjera dhe duke mundu me e përvetësu gjuhën, shkrimin, leximin prap. Kështu që për vetëm 3 muaj, unë nga notat të gjitha kaluese në klasën e 6 kam kalu në notat të gjitha të shkëlqyera dhe u bëra njëra ndër më të mirat në klasë. Kështu që pas këtij suksesi të madh, lidhja jem me atë person, me atë arsimtare të gjeografisë u forcu shumë, sepse mendojsha që më shpëtoi prej baltës. Ndoshta kisha pas një rrugtim këtë tjetër pas përfundimit të klasës 9, mirë po nuk ndodhi diçka e tillë.